sepse ata e kuptojnë që le të marrim rastin që Velia nesër del në gjyq dhe merr pafajësinë. Çfarë do të bëhet me gjithë këtë që ndodhi? Shkelje kushtetuese po. Shkelje juridike po. Këto po. Le të marrim rastin që merr pafajësinë. Kush do t'i paguajë gjitha këto? Dhe kur do të mësojmë ne që sillemi në mënyrë institucionale dhe të respektojmë institucionet? Kur do të mësojmë ne se unë tash po them ju jeni jurist, mund të than jurist gjykatës me pesh, më thanë që në momentin që Velia ka bë kërkesën, nuk mund bëhen zgjedhjet parakoshme. Ai njihet akoma si kryetar. S'është i zgjedhur më valla. Shiko. I këto me dorëheqje ose kapet në rast flagrant që po vret njeria, çfarë po bëhet, nuk e di. Ka disa raste dhe një nga rastet është kur mungon në detyrë pa ndërprerje për 3 muaj. Dhe kur ai nuk paraqet në detyrë për 3 muaj, Këshilli Bashkiak i propozon Këshillit Ministrave shkarkimin e tij. Ky është rasti. Pra Erion Velia ka munguar në detyrë për rreth 7 muaj, Këshilli Bashkiak u mblodh dhe vendosi shkarkimin e tij duke i kërkuar Këshillit Ministrave që të shkarkoj. Nuk ka munguar në vullnetin e vetë mërti, është një soi sikur unë të kap ty handicap tash, peng, të marr peng, edhe në çep diku çafaj këti që s'paraqitesh në punë. Drejtori i spitalit. E marrin drejtori i spitalit pa drejtësisht, e marrin peng. Pa drejtësisht. Çfarë do bëjmë? Do vëmë drynin e spitalit, do e lëm pa drejtor. Drejtorin e shkollës. E marrin peng. Nuk është faji atij që kanë marrë peng. Po çfarë do bëjmë? Do ta lëmë shkollën pa drejtor. Pra tani aty ai vendi është vakant. Erion Velia nuk është në një kushtet për të ushtruar detyrë, nuk e bë dot. De jure ai është kryetar bashkie zotëri. Ore çka de jure edhe de facto. Erion Velia në shtator, javën e parë tha, më vjen shumë keq që tha fëmijëve të Tiranës që ju nuk keni ushqim në shkolla, është një program që i kemi harxuar goxha lekë si taksa pagues, e kemi votuar në Këshill Bashkiak. Duhet ishte hap tash në shtator dhe Erion Velia i thoshte qytetarëve që vjen shumë keq që nuk kemi ushqim në shkolla, po unë u arrestova. Tani, më fal, arrestimi i Erion Velis është një, në qoftë se është i padrejtë, është fatkeqësi për Erionin, s'ka pse të fatkeqësi për prindërit e Tiranës së burr. Pra, ne vendosim një kryetar tjetër bashkie, legjitim, se shumë e rëndësishme që të jetë legjitim, pra që të buroj nga vota e qytetarëve, sepse po spati llogaridhënia ai ndaj votuesve, s'do të di fare. Një kryetar bashkie që nuk është votu edhe që nuk kanë plan të votohet, është i shkëputur nga përgjegjësia politike. Çfarë mendimi ke për gjithë atë farsë që u bën në Bashkinë e Tiranës? Cila është farsa? Farsa është qoftë këto të bashkisë socialistët që ishin deri dje e kanë fjalën për karakterin dhe natyrën tonë që duhet mësojnë gjithë politikanët, kushdo që merret me politikë këtë rast. Sepse Erion Velia, këto i rriqin Erion Velias kështu. Për të përfituar sigurisht. Jo se janë burrat mirë, se që janë burrat që u pa kjo punë në mënyra si u sollën jo për çka ka bëu Erioni, po në marrëdhëniet me Erionin, se si shqiptarit kthe kurrizë sa shef që rrëshqet koma. Dhe ti i di shumë siç është çuni atij humoristit të Fierit, Gaspaja e tjetër kanë përfitu, kanë përdor budallikun e Erionit dhe këtë rast e ka fajin Erioni, dhe të gjithë kthyn kurrizin asnjëri nuk e tregu të paktën me thon 2 gjona të mira i ka bë ky drejt Erion Velia. Se unë tash po më thon gjithë Tirana dhe njerëz të opozitës që në kohën e Erionit Tirana ishte e pastër. Ato të tjerë të jap llogari Erionit. Në kohën e Erionit ti sot i ke lypsare të rreshtu që nga Bryli deri ke bulevardi ke ura e bulevardit. Në kohën e Erionit nuk ka pasi hoqë gjithë i mlodhi. Pra, një lloj operativiteti e kishte. Ka bë dome, ka bë qia sigurisht. Por ato i të jap llogari. Por si ka mundsi nuk doli njëri me i dalë mbrojtje. Pastaj duhet pyes ose po të bëj 2 pyetje bashkë dhe për orgazmën e opozitës. Dhe për gjuhën që i përdorin që kjo është një fitore si dita e rënies monumentit Enver Hoxha, që ishte një kaceli, një tarallake aty. Shiko, unë për mu si qytetar, unë nuk dua që të ketë solidaritet kur dikush kape duke vjedh. Pra, nuk mund të ecë me parimin që me që Gaspaja mund të ketë përfitu nga Erion Velia në mënyrë pa drejtë, në qoftë se Erion Velia gjehet i fajshëm, ai dali ta mbroj si pasojë marrëdhënie sociale që kanë ata që e kanë ndërtuar kurriz të taksa paguese. Padyshim. Pra, duhet parë është apo s'është i fajshëm. Nëse është i fajshëm, ata kanë bërë shumë mirë që distancohen, nëse distancimi është mbi baza morale. Jo, po marrin dhe përgjegjësi.
Po, marrin dhe përgjegjësi, se janë dhe ato përgjegjës. Është si puna asaj që themi ne korrupsioni. Dakor zyrtari është i korruptuar, po kush e korrupton zyrtarin? E korruptojnë qytetarit që jap lek apo jo? Ata kur isha në Këshill Bashkiak, i thash në fjalën time, i thash që ju do ta nisni me një falje, pra të kërkoni falje dhe pastaj votoni gjithë gjërat e tjera sepse mund të qelloj që vjen një moment që ti e kupton që përgjegjësia jote ndaj qytetarit është më e madhe se sa lidhja që ke me rajonin. Po do ta nisësh me një ndjesë. Me një ndjesë që zgjatën kaq shumë, me një ndjesë për mbështetjen që kanë dhënë e tjerë. Megjithatë argumenti i tyre ishte që ne nuk po votojmë se Erion Veliaj është sjell keq. Ne po votojmë sepse është krijuar një vakancë. Pra ata vazhdojnë mendojnë që Erion Veliaj ka qeverisë mirë Tiranën dhe po ti shive dhe fjalimet këto po mbanin. Pra fjalimet e tyre ishin Erion Veliaj ka transformuar Tiranën, po e shkarkojmë se është krijuar vakanca. Pa dhe i gjot mirë do ta ketë bota, se mos e bëjmë zi fare. Për hir të vërtetës asnjë njeri që është në drejtim nuk është se nuk bën dhe gjëra të mira dhe gjëra të këqija. Padyshim një nga gjërat e mira që Erioni ka bërë kanë qenë këto korsitë e biçikletave për shembull. Po pastrimi i Tiranës. Ato patën nisë që në kohën që ka qenë Edi Rama kryetar bashkie, shumë pak do ketë bëjë Lulzim Basha kam përshtypjen. Luli ka flet gjumë. Shumë pak, tmerrsisht pak dhe pastaj vazhdoi Erion Veliaj. Për mendimin tim, korsitë e biçikletave duhen në qytetin e Tiranës. Sigurisht është një hapësirë që nuk i duhet marrë qytetarëve, por duhet hap më shumë hapësira publike. Më kupton? Po gjithsesi ka bërë punë të tjera, sikurse ka bërë të shumë zullume, ca për cilave unë kam qenë një nga ata që e kam denoncuar në prokurori.